sot të kemi pritur në oborin e shkollës për t'i përshëndetur këta me një këngë. Me një këngë. Atëre ju keni dëshirë të dilni te vitrina të thoni vjershat apo të këndoj kjo vajza njerë? Të këndoj kjo vajza? Që të përshëndesim edhe sponsorin, edhe të përshëndesim edhe fëmijët edhe prindrit tuaj, edhe stafin drejtues të kësaj shkolle. Duar trokitet janë për ju, për të gjithë. Atëra, emri jot? Egzona. Vajza tjetër? Laura, keni qenë ndonjëherë në emisionin tim? Po. Unë si mbaj mos e keni qenë të vogla. Unë kam qenë. Tani është shumë, të pushoj kështu të rraurat e zëmrës që i kishe të forta? Ti ikën emocionet? Nuk e di. Atëherë unë do të lë mikrofonin dhe ti të këndosh. Hajde. Do vish me mua? Patjetër. Hajde. Te vitrina e fëmijëve. 1, 2, 3. You know you love me, I know you care. You show we never, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, keep playing. We're just friends, what are you saying? Said there's another, we look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and now it's like baby, 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 no. Like baby, 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 no. Like baby, 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 oh. Stop to the always in the mind. Baby, 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 no. Like baby. Sukseset nga më, do me thënë edhe suksese, po edhe falenderimet nga më të mëdhajat që dalin nga zëmra ime. Unë së shpejti, nëse do të gjem dhe sponsor, që dua i lusim edhe mësuar e që të dali sponsor, do të bisedoj me drejtorin e televizionit që të zgjedhin dhe fëmijët që kanë zë të bukur për të kënduar. Dhe ndoshta e titullojmë me ndonjë emër tjetër. Ju keni qejf të merrni pjesë? Po. Patjetër. Po të kisha ndonjë sponsor për dhuratë, për ju, do t'ju jepja dhuratë shumë të bukur. Po dhurata më e mirë kush është? Duar trokitjet. Duar trokitjet të forta. Atëre, përshëndeteni bashkë? Mirupafshim të dyja? Po. Atëre, faleminderit vajza. Kaltrina, këtu do të vi. Zakonisht kur fëmijët bëjnë gabime ose kur vriten pak, si ja bëjnë? Me duar trokitje vjen këtu me vrap vajza me shkronjën O. Ajo vajzë quhet? Olta. Ua sa mirë. O edhe Olta. Mikrofoni është për Oltën. O që më zuri, o që më gjeti, goja hapur se që më mbeti, se e kisha të vështirë, shkronjën o ta thoja mirë, por ku rrugës u rezova dhe pa këmbën e lëndova, o unë klitha për qudi, pra tha shol për mrekulli. Duar trokitje të forta. Olta, mbledhorin e parë e ke, mbledhorin e dytë nuk e ke. Si do ta gjesh ti mbledhorin e dytë? Nga shuma, heq mbledhorin e parë. Edhe del diferenca. Diferenca është mbledhori i dytë. 12 plus 8, paras me 18. Sa të ka dalë ty? Ka dalë 6. Bravo. Fëmijët e kanë shumë qef matematikën. Po ti si e ke emrin? Enis. Djali tjetër? Besart, qa do thuash ti Besart? Qa do thuash ti? Vjersh, këngë, përshëndetje, këtë do përshëndesesh? Këtë do përshëndesesh? Përshëndes? Florenti, kush është Florenti? Pse e përshëndet Florenti ti? kam shok të klasës. Po mësuesen e përshëndet? Po. Thuaj mësueses, të dua shumë. Mësueset të dua shumë. Ku do t'i kalosh pushimet verore? Në det apo në mal? Ke qef të lash në det? Po. Atëherë në det. Po gjatë verës ti gjatë pushimit do lexosh libra? Po. Shumë? Shiko, Besart, kujdes se teta sosja vjen prap dhe do të them pasaj. Më i ke lexuar? Kujdes lexoj, ë? Ja Besart, e mori një porosi nga teta sosja. Eja Katrina këtu? Pyet e si e ke emrin tuaj? Si e ke emrin? Ëndret.
Çfarë do thuash? Çfarë do thuash në këtë emision? Do thuash vjesha apo përshëndetje? Do thuash vjesha apo përshëndetje? Vjesh. Vjesh, do vjesh djale. Çfarë vjeçe do të thuash? I. Shkronja një, tingull e një. Atëre, çu pak në këmbë njerëz si prezantues. Të dashur fëmijë, më dëgjoni me vëmendje. Më dëgjoni? Më dëgjoni Me vëmendje. me vëmendje. Hajde, këtu se na prishet TVPZ-ja. Indiani ka na bre, ka të fali, ka shigjete, stinës dua, flemo pa ka shumë e zgjuar. Ti je i zgjuar? Po të ta bëj një vrejtje teta Sosja. E pranon? Ullu në vend. Shiko si e ke bërë lapsin. Është mirë kështu? Jo! Atëherë ne do t'japim një laps tjetër, këtë nuk do ta mbash më. Ta fusim këtu mos na shohin. Mirë? Bravo. U zëmrove? Jo. Mos e bë më lapsin ashtu. Atëherë kalojmë te tjetër. Njëri na është bërë me kostum. Edhe te emisioni tjetër kisha një të kollarisur. Si e ke emrin më? Florent. Ty të përshëndeti? Tulet njërë të asosja me Florentin. Shtyhu Florent pak më andej? Sa knajsi. Jam në klasë të parë. Të dashur fëmijë. Unë jam vetëm pak të asosja. Tani më kujtohet kur unë në Tiranë kam qenë në klasën e parë, kam qenë në klasë të parë te shkolla Kosova në Tiranë. Shumë kënaqësi e madhe. Ndoshta mund të kem dhe emocione, sepse ne atje visheshim me përparse të bardhë, me përparse të zezë, pastaj përparse të bardhë, rinim shumë urtë. Mësuesja ime nuk e di jeton apo nuk jeton, po që nga shumë kënaqësi e madhe që të ulesh të kujtosh vitet e klasës së parë. Festim, e gëzofsh kostumin. Pse e ke veshur kostumin sot? Kom veshur se kam ardhur teta Sosja. Për teta Sosja ma? Të puth unë apo do më puthësh ti mua? Ha? Dhe ta puth edhe në faqen, edhe valen. Me çfarë do më përshëndesësh ti mua? Me mikrofon. Çfarë do thuash në mikrofon? Vjesh. Dëshiron ta thuash te banka apo te vitrina e fëmijëve? Te banka. Te banka do djali. Mësuesja thot dil te vitrina, atje shikohen, në përshpia shikohen filxhanat dhe gotat, tu të shikohen fëmijët. Atëherë eja me teta Sosen. Eja, shpejt. E ngrem çantën, lëre çantën atë. Shumë mirë. Eja shpejt. Me vrap. Eja tani, Kaltrina, pregatiti në një nxënës tjetër. Këtu je para vitrinës së fëmijëve. Të dashur fëmijë, edhe një herë tjetër, sponsori i këtij emisionit është Universiteti Vitrina, shkolla e mesme Vitrina në Tiranë. Si do t'i themi atyre ne që sponsorizojnë për fëmijët e Kosovës ata? Faleminderit. Atëherë, edhe unë stafin drejtues të Universitetit Vitrina dhe drejtorinë e shkollës së mesme të Universitetit Vitrina, nga nxënësit e shkollës 9 vjeçare këtu në Shirok, pasi nuk është vendosur ende emri, ju përshëndesim me një duar trokitje. Duar trokitje të fortë. Dhe me vjeshën e festimit, Florenti. Atëherë me vjeshën e Florentin e festofshi gjithmonë këtë shkollë me nxënës të shkëlqyeshëm. Mikrofoni është vetëm në dorën tënde. Sa vap që bën në verë, kur ke diellin për mbi kokë. Sa ftoft që bën në dimër, kur të bjen dë borë në tokë. Pra në themi shkronjën u, ju provoni që të gjeni në tjera fjalë apo fjali. Po, atëre, me që je me kostum, më ke pushur në faqe, të kam pushur në faqe dhe në ballë. Çfarë do t'i thuash ti atyre të Universitetit Vitrina? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim shumë. Ju përshëndesin shok. Të gjithë shqiptarët e Shqipërisë? Të gjithë shqiptarët e Shqipërisë. Shumë bukur, shko në vend. Atëre, Kaltrina, e kemi lënë te një vajzë tjetër. Atëre, ju më thanë, edhe drejtoresha, edhe mësuesja, më thanë që keni festuar para 10 ditëve, keni festuar festën e abetares. Kamera kthehet nga fëmijët, atëre ata që i kanë kapelet, 1, 2, 3. Edhe duar trokitje. Atëre,
Të dashur fëmijë, ju e shikoni që kanë ardhur dhe mysafir, ka dhe mysafir të tjerë, por ne kemi futur vetëm disa. Jo, s'ka problem, le të mos ikin prindrit. S'ka problem. Këtu është mirë që t'i ftojmë të gjithë, mirë po në klasë zakonisht nuk ftohen, është drejtoresha, mësuesja, ka dhe prindër që vini marrin fëmijët e tyre. Edhe një herë tjetër unë e falenderoj sponsorin e emisionit që e bën të mundur Universitetin Vitrina, shkollën e mesme të këtij universiteti, i them faleminderit shumë. Dhe i kam edhe 2 mikeshat që këto thanë teta sose me